Shqipëria, por edhe Korça në veçanti, shquhen për një thesar, një pasuri të madhe të kombit ton, bashkëtesën, respektin dhe dashurinë që qytetarët kanë ndaj besimeve fetare. Një diamant që shkëlqen me bashkëtesën, nderimin dhe përulljen me respekt ndaj fesë dhe asaj që beson gjithkush. Turpërisht, politika, instrumentet të saj, babalet palazzo, sharlatan publik që kërkojnë karrige dhe protagonizëm, prej vitesh përpiqen që fen ta përdorin për të marrë karrige, për të bërë karrierë, duke shfrytzuar xhami e kisha, për të përfituar gara politike, se gjoja kanë vota, mbështetje dhe duhet të ngrihen lart për shkak të besimit fetar. Në fakt, besimi fetar nuk i përket as partisë së Ramës, as partisë së Saliut, as çdo partie që vjen vërdall. Partia politike s'ka asnjë lidhje me besimin. Politika është përçarëse dhe armiqësore, ndërsa besimi fetar është i paqt dhe krejtësisht i kundërt me politikën. Turpërisht, në Korçë po ndodh. Segmente, individ, maskarenj, sharlatan, gjakprishur, ndyrësira politike, kërkojnë të nxisin një ndarje fetare dhe qelbësirllëkun e tyre politik, ndyrësinë e përçarjes brenda partisë, kërkojnë ta kanalizojnë në një betejë fetare, duke justifikuar se nuk lejohen të kandidojnë se janë të besimit musliman. Një nga organizatorët dhe mbështetësit e Salianit në Korçë, prej ditësh dhe javësh, me të tjerë mbështetës nga pas, me analfabet apo fllëqësira që meritojnë çdo sharje, fyerje apo epitet të mundshëm, pasi janë vetë përjashtuar dhe kanë marrë përgjegjësi politike për veprimet e tyre, tani pasojat duan t'i kanalizojnë si një luftë fetare. Kujt duan t'i thonë këta mjeran se dikush që ua ka ndalur të kandidojnë se janë musliman, ku në PD-n e qarkut Korçë, nga 4 deputet, 3 janë të besimit musliman. Si mund të thuash që nuk më lejojnë të kandidoj, kur kryetari i PD-s, sekretari i përgjithshëm, një pjesë e madhe e kryesisë në qendër, janë në shumicë të besimit musliman? Kur nuk është diskutuar një temë apo një tezë e tillë që kërkojnë ta bëjnë debat publik, të viktimizohen dhe të justifikojnë veten. Këta zorraxhin të mjerë që nuk kanë as fe, as din dhe as iman. Si mundet në vitin 2026 t'i frysh një ndarjeje fetare, të kërkosh përçarje, të viktimizohesh dhe të sillesh më keq se sharlatani politik Ervin Saliani, duke nxitur një përçarje, duke dashur të ndezësh një zjarr mbi bashkëtesën fetare, mbi respektin e ndërsjell dhe mbi vlerat që ajo përfaqëson. Këtë mund ta bëjnë vetëm disa horra, analfabetët që i mbështesin, që ndoshta kanë marrë dhe detyra të rëndësishme politike. Këtë mund ta bëjnë Salianjt e degjël, të paguar apo me lidhje me krimin, pjesë e ndyrësisë politike të udhëhequr nga babalja, që nuk kursen as fen dhe as Zotin për karrigen. Ndoshta kemi përdorur shumë terma që mund të duken fyes, por është shumë pak kur shikon se si ndyrësia nuk ka limit, se si politika kërkon të përçajë dhe të nxjisë konflikt mes besimeve fetare, apo se si disa delirant, ignorant të pakorrigjueshëm, kërkojnë të kapin pushtet politik nëpërmjet viktimizimit fetar. Këta nuk janë as më shumë dhe as më pak. Jashtëqitjet e fundit të një diarreje që e zuri opozitën në korrik të vitit 2013 dhe ende nuk po ndalet.